shqetësimet dhe shqetësimet i keni tek të gjithë qytetarët, këtë e shoh plot porosi kanë pranuar edhe prej Kosovë dhe prej Shqipërie, për aktin e largimit nga qeveria, sepse ishte një lloj alarmi, sinjali ndaj qeverisë se ose na trajtoni si partner ose nuk duam të jemi servila dhe kukulla. Kosovës dhe Maqedonisë do i kthehem në veçanti, por dua edhe më tutje ta marr këtë letrën, se është letër e gjatë, nuk dua ta lexoj, vetëm një pasus, me siguri e lexuat nga zoti Fetai. Nuk ja vlen ta komentoj sepse e keni patur njëri tafër. Një pasus të tij do e lexoj, për hir të interesit edhe të shikuesve atje që janë. Po natyrisht edhe për të na dhënë përgjigje nëse Aleanca ju ka ndjekur juve apo është përgjysmuar nga largimi juaj. Thot, por ka jetë edhe pas politikës, a dashi jemi dashur. Si njerëz që jemi dhe duhet të ngelim, gjithmonë duhet të mendojmë për ditën kur mbesim vetë përballë ndërgjegjes son, kur bëjmë bilancin e veprimtarisë ton. Dhe po të pyes, po të shije veten sy më sy, a do e kishe puthur apo do e kishe pështyr? Vetëm një send, për Kosovë të sqaroj, Arben Fetai ka qenë bashkëpunëtor i afërt, prej të cilit kam një zhgënjim të jashtëzakonshëm, njëri i cili ka qenë në vetëvendosje dhe mandej e ka përça, është mundu ta përçaje vetëvendosjen, si pjesë e PSD-s, zbashku me personat që mos i përmendi për emra, në ndërkohë ka qenë këshilltar i Hashim Thachit, duke qenë në vetëvendosje, mandej ka ecë në Aleancë për shqiptarët, është munduar me periudhë të na përçaje mes Ziadinit dhe Arbenit. Tash është mash e Izet Megjitit, Adnan Azizit dhe Mickovskit, një karrierist i sëmur, zakonisht unë asnjëherë për bashkëpunëtorët s'kam thënë gjysmë fjale, dhe tash nuk dua ta zgjas këtë më shumë, vetëm për opinionin. A e morët vesh tani apo e keni ditur këtë? Unë i kam besuar shumë, por është një zhgënjim i madh, mua ma thonin këtë që e them.